Zoti i thot Abrahamit: Abraham, duhet marrësh djalin tënd, të vetmin, atë që e do, dhe ta flijosh për mua. Abrahami udhtoi për 3 ditë deri në malin Moria. Ati i tha shërptorëve të tij: unë dhe djali do të shkojmë dhe të bëjmë flijim, por do të kthehemi. Abrahami besonte që edhe nëse Zoti më kërkon ta flijoj, ai me siguri do të bëjë diçka. Ndoshta ai do ta ringjallë sepse ka premtuar se përmes Isakut do të bekojnë gjitha kombet. Abrahami ishte njeri i besimit dhe i zuri besë Perëndis. Ngriti thikën dhe Zoti i tha: Abraham, ndalo. Në shkurrë ishte një dash i zënë me brirë. Mos e flijo djalin. Unë do të siguroj flijimin. Abrahami e quajti atë vend: në këtë mal Zoti do të siguroj. Kalojnë 2000 vite. Jezusi ngjitet në po atë mal, duke mbajtur mbi shpinë drurin që do të sakrifikohej. Dhe Zoti siguroi përsëri. Ai përmbushi kështu profecinë duke e bërë Jezusin qengjin e Perëndis, sakrificën sublime që do paguajë për dënimin e kujdo që beson në të. Abrahami nuk duhet sakrifikonte asgjë sepse Perëndia e bëri. Ai siguroi, Zoti siguroi. Pyetje për ty: në fund të kohërave secili prej nesh do dalë para Perëndis në gjyqin e madh. Kush do të dalë garant për ty? Vetja jote apo qengji i Perëndis? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.